alternativat të cilat të çojnë sipas asaj që thonë familjarët, sepse familjarët janë të bindur fakti që ata kanë marrë një iniciativë ligjore lidhur me shpalljen e zhdukur të shtetasit Ervis Martinaj, tregon që ata janë të bindur që ata e kanë vrarë, por mënyra se si është realizuar kjo është të çon në dyshimin që mundet ta kenë çuar ose në këto vaska, ose ta kenë hedhur në një ferm, pra pasi e kanë goditur, mund ta kenë vrarë, ose qoftë edhe mund të jetë edhe në gjendje jo të pra në gjendje gjysmë të vrarë, dhe mundet ta kenë hedhur në ferm dërash në mënyrë që ta shyonin dërat. Pra këto janë metoda që përdorin të organizata kriminale. Një mundësi tjetër është që mundet që ta kenë soptuar, pra ta kenë gjymtuar, dhe thonë që është edhe një regjistrim në momentin që e kanë vrarë, pra e kanë gjymtuar të gjallë, dhe këtë e kanë filmuar të gjithë, pastaj e kanë marrë dhe e kanë hedhur në det. Pra